Oj tani që të regoj një histori, se unë s'ndaj asgjë nga jeta ime. Ngrihem mëngjesun, laj sytë e zeza të ditë, edhe do vjam punë. E nisi gjithë ditën, llafe, mohabete, pa fund, u lodha, u stresova, po se dija unë që fati tani më priste në fund të ditës. Kishin zë rrugën mua të parkimi poshtë, zbres poshtë, acaruar, edhe më kush është ky që më ka zë rrugën mua. Shikoj, unë vjem, më thanë mua Messi. Cila më gjatë? Lionel Messi më pas kërkër ka zënë rrugën mua. E kupton se mund ta njihni më mirë se unë se di kush është. E më shikon ky mua si simpatike, se jam që simpatike me thënë atë që është. Edhe më thotë ky mua, o goca të më hapësh pak numrin, falë, më kërkoj ndjes kështu. Thash numrin tim, numrin s'ta jap, po do t'jap Instagramin. Madje, as Instagramin tim, po Instagramin e punës. Edhe ku e lam, e ku na mbeti vajvatani me biletin. Tani dhe mund këti, what are you doing here? Qa po bën këtu ti, thash. Po i bëja të vështirën. Ta mua, ja ka marrë një shtëpi me qera. Ka marrë një shtëpi me qera, thash, shtëpi me qera këtu ti, thash. Qa rastësie se unë kam zyrën. E qa punon, më tha mua, e thash unë merr me agjensi, real estate, më thet thash, edhe tani Messi, po pres përgjigje, i kam treguar një 2-3 shtëpi, do bleja i se ai ka hallin tim. Ka hallin tim, nuk është se do blej se i duhet shtëpia këtu, pa. Ja, kupton ti qa bëhet, qa lloj stadi jemi ne?